Edhe javën e kaluar edhe këtë javë kemi ftuar 2 takime me urgjencë, pra 24 orë nga ftesa e takimit në takim, që është funditës në rregull, kur ka raste situata emergjente, jam dakord. Por edhe të premten, që fatkeqësisht nuk arrit atje në takim, por edhe sot shpresova që do të shoh disa pika, veçanërisht një që të mendoj që është me urgjencë në këtë situatë ekonomike, prandaj deshta dhe të propozoj 3 pika në rand të ditës, pasi që e kemi përshfryzoj rastin, pasi që e kemi Ministrin e Financave prezent. Nëse më lejoni të propozoj, pra e para është çështja e çmimeve të naftës dhe të energjisë, të cilat ka një reflektim pastaj edhe tek çmimet të gjitha produkteve të tjera dhe tek vështirësimi i standardit të jetesës së qytetarëve të Kosovës. Pra thjesht kërkojmë një raportim nga Ministri i Financave se çka ka bërë deri tash qeveria e Kosovës ose çka po planifikon që të bëj për të mbrojtur dhe për të përkrahur qytetarët e Kosovës ndaj këtyre çmimeve. Edhe 2 pika tjera janë të gjashme, po domosdoshmërisht kërkojnë trajtim të veçantë. Pika e dytë është çështja e pagave të 13 të RTK-s. Kemi raporte nga vetë zyrtarët e RTK-s që një gjë e tillë nuk është realizuar për ta, thjesht një raportim nga ana e ministrit pse qëndron kjo dhe a ka ndonjë plan për të përmirësuar këtë për RTK-n, për pagën e 13 për RTK-n, dhe po ashtu në media kemi parë edhe raportime se po ashtu sektori i shëndetësisë nuk ka pranuar ose në masë të madhe ose në tërësi pagën e 13, pra një raportim nga Ministri i Financave, a qëndron kjo, nëse po pse dhe çka do të bëjë Ministria e Financave për të rregulluar këtë çështje. Pra 3 pika, 3 propozime për 3 pika për të shtuar në këtë mjedis, duke shfrytzuar rastin prezencën e Ministrit të Financave. Faleminderit shumë. Faleminderit deputet. Në bazë të praktikës kur ftohen mbledhjet e jashtëzakonshme, është e paracaktuar rendi i ditës dhe sipas praktikave nuk lejohet që të përfshihen pikat e tjera të diskutimit. Unë me sa jam i njoftuar, Lidhja Demokratike e Kosovës ka ftuar një seancë për të premten që prekin këto pika që ju po kërkoni që të futen në rendite në mbledhjen e komisionit, kështu që unë mendoj që është mjaftueshëm hapësira për ju si deputet, por edhe për gjitha partitë politike që përfaqësohen në kuvend që të premten në seancë të kuvendit të debatuan dhe të shtrohen pyetjet për secilën nga këto tema që i ngritët ju sot në komision. Kështu që me mirëkuptimin tuaj nuk po i hedhim fare në votim, për shkak se besoj të premten pas nesër do të jetë mundësia që të merrni përgjigje jo vetëm nga Ministri i Financa, por edhe nga Kryeministri dhe nga gjithë dikasterët tjerë që përmendet ju në kërkesat që keni për këtë rendite. Kështu që kisha kërkuar mirëkuptimin tuaj që mos të hedhem fare në votim dhe të vazhdojmë me pikat e rendit ditës ashtu që kemi propozuar. Faleminderit. Po. Faleminderit kryetar, por seanca e thirrur për të premten është një seancë ose një tentim për thirrur një seancë jashtëzakonshme për çështjen e çmimeve të naftës. Këtu desha pasi kemi thashë një herë prezencën e ministrit, ta shfrytëzojmë që ta kemi një raport nga menaxheri i buxhetit, nga menaxheri i kuletës së shtetit, që të kemi një raportim se çka po ndodh, pra nga ana buxhetore në përkrahjen e qytetarëve, qoftë nga çmimet e naftës, qoftë nga energjisë, qoftë nga ushqimi, pra në inflacioni i përgjithshëm dhe njëkohësisht po ashtu edhe për pagën e 13 në RTK dhe pagën e 13 në shëndetësi. Pra janë tema që nuk parashihet të prekën në seancën e premtes, në të kundërtën nuk do të diskutoja asnjë këtu. Prandaj ju lutem që të vazhdojmë tutje me procedurën. Faleminderit deputet. Atëherë nëse pikat që ke propozuar pak a shumë janë të ngjashme, a mund ta hedhim në votim si një pikë të vetme? Apo dëshiron një nga një? Në rregull, që të vendosin bashkërisht, se kanë problem. Në rregull. Atëherë, nderuar koleg deputet antar të komisionit, deputeti Besjan Mustafa propozon që të shtohen edhe këto 3 pika të rendit të ditës që i propozoj. Unë ju ftoj që të bëhemi gati për votim. Kush është për që të përfshihen këto pika të rendit ditës që propozoi deputeti Besjan Mustafa? A ka vota kundër?
A ka abstenime? Konstatoj që me 3 vota për, asnjë kundër dhe 5 abstenime ishin. 5 abstenime nuk kalon propozimi.